personalisht edhe pse nuk jem shumë I politizuar, po për punën dhe veprimet që I ka bërë, mendoj se sidomos në kufirin verior ku kemi atjene, ka punuar me të vërtet shumë mirë. Në Mitrovicën tonë të Kosovës ishte plotësisht një Serbi miniatur e cila funksiononte me të gjitha mekanizmat e vet. Një gjë aty që e ka bën me të vërtet ka kontribuar shumë, pa ma parasysh që I kemi disa sfida, sepse kërkushën nuk kemi shkop magjik, me thonë që I rregullojmë brenda 4 vjetë. Po sikur të kishin bën një koalicion, VV-ja me PDK-n, 100% të jetë një qeveri shumë e mirë. Po mundohem atë pleqërin teme nga pak që ashtë unë, po mundohem. Sot, do t'i pyesem, ai personi Albin Kurtit për një qeveri të ardhshme? Unë po personalisht edhe pse nuk jem shumë I politizuar, po për punën dhe veprimet që I ka bërë, mendoj se sidomos në kufirin verior ku kemi atjene, ka punuar me të vërtet shumë mirë. Po pse të thosh, me një arsye tim, sepse plotësisht ishte një Serbi miniatur në Mitrovicën tonë të Kosovës, ishte plotësisht një Serbi miniatur e cila funksiononte me të gjitha mekanizmat e vet, si në drejtësi, si në polici, si në komuna, si në spitale, kështu që I vetmi ka qenë politika e Albin Kurtit, në të cilën mundi me thanë se I ka deklasue dhe definitivisht I ka largue nga kufini I Kosovës. Kështu që kam bindjen se tani kjo gjendje si ka qenë më përpara nuk do të kthehet. Ndërsa sa I përket zgjedhjeve të tanishme, sido që tjetë populli nuk gabon asnjëherë. Por do të jepe atë mendimin e vetë, do të jepe dëshirat e veta, do të jepe vullnetin e vetë, se zakonisht vota është e shenjtë, ashtu që çdo person, çdo qytetar I Kosovës e ka për detyrë, edhe kemi ne të gjithë për detyrë të dalim të votojmë edhe ta shprehim atë vullnetin tonë ashtu se siç mendojmë ne. Do thonë e meriton Albin Kurti të jetë I mandatit? Sipas mendimit tim plotësisht e meriton nga se unë jo arsyetova dhe ma parë se një gjë aty që e ka bën me të vërtet ka kontribuar shumë, pa ma parasysh që I kemi disa sfida, sepse kërkushën nuk kemi shkop magjik, me thonë që I rregullojmë brenda 4 vjetëve. Ato, po sido që tjetër ka vepruar në kuadër të shtetit, në kuadër të vullnetit popullit. A do që do t'i ketë të njëjta, domethënë përqindja apo do të ketë rami Albin Kurti në zgjedhjet e reja, 29 dhjetorit? Realisht me ju tregu se zgjedhjet e shpeshta që po ndodhin këtu te ne, pak a shumë më mërmenja se I ka fto pak daljen e zgjedhjes, se janë bërë shumë të shpeshta ato zgjedhje. Ka mundësi që të zvoglohet numri, por nuk preashtohet edhe mundësia që të rritet, pasi që edhe diaspora jonë, qytetarët tanë Kosovës, janë një pjesë e madhe në botën e jashtme, në të cilën në këtë muaj dhjetor definitivisht do të kthehen ata, edhe më mërmendja do të votojnë edhe ata të japin vullnetin e tyre. A si e pa reagimin e presidentes kur me 21, domethënë nuk deshti të shpall, domethënë zgjedh po me 28, në ato ishte në favor të kryeministrit. Si e pa këtë qëndrim? Të tregoj të vërtetën nuk e kom përcjell këtë insert, nuk e kom përcjell, kam qenë një zonë të pakos e kemi pas një sesion shkencor në fushë Kosovë, pasi që e kam zyrën atje e kemi pas një sesion shkencor, kam qenë pak I zonën me punë, kështu që nuk e mund me ta përcjelli. A vërtet që ka përfushat në shtatë presidente për një mandat tjetër me pas Albin Kurti? Po si do që tjetë ajo dëshira se cilit ashtë me atë kontributin e vetë me ndonë edhe një here. Edhe shumica prej qytetarëve edhe prej këtimve politikanëve, edhe pse ka një mandat, tentojnë me marrë edhe një mandat tjetër, ju ka me të pak si ëmbël kjo pozit që e kanë. Nuk kemi në parti që mundet vetën të bëj pa koalicion. Prandaj, mendimi jam, shumë kishte me qenë arsyeshme që koalicione patjetër të merren vesh. Sepse që favorit normal do të me qenë VV-ja. Me PDK. Kjo po thuhet shumë në media. Kjo më mendoj për me funksionu një shtet. Është e qëndrueshme? Po, është e qëndrueshme. Po sikur të kishin bënë një koalicion
VV-ja me PDK-n 100% e jetë një qeveri shumë e mirë, një president shumë e mirë, një udhëheqës shumë e mirë, kështu që me të vërtet kishte me shku gjithë përpara Kosova, kishte me shku. Unë kisha shumë graci që takova praf ty. Të roj shëndet, ma të mirat njetë. Faleminderit shumë për kohën që ndajtë me ne. Jeni të mrekullueshëm, faleminderit shumë. Ditë mbar, shëndet dhe gëzime. Kalofshit mirë. Faleminderit shumë.